Prej 5 ditësh banorët e fshatrave Kamic dhe Flak në Malsinë e Madhe janë të izoluar. Rruga që lidhej me Koplikun është përmbytur për shkak të daljes nga shtrati të Përrojt të Thatë. Rruga e shtruar provizorisht me zhavor praktikisht nuk ekziston më, sepse Përroj vërshoi furishëm. Kjo histori përsëritet çdo vit, duke izoluar banorët e fshatrave Flak dhe Kamic. Është problem i madh, të dy katune që nuk kanë lidhje asnjëna pa me tjetrën se s'kan ka më komunikuar. Kjo në fakt 2 herë në vit, po herë bllokohet. Po nuk është herë e parë, po nena të kanë shpesh. Se gjithmonë na qartë. Ka 2-3 herë në vit a prish kjo rrugë. E duhet mos sjell për Flakën Kosan. Prishet rruga, se shtron kush Flak Kamic e bllokume. Mund duhet mos sjell për bojz, për marr me Koplik si jam në punë, gruaja në punë. Me çu fëmijë në shkollë, tash 2-3 ditë si kem çuheq se s'kam i kalua. Situatë shumë e keqe. Me ra i zerm që jenë të izolu, i linje, i zerfikse. Një çado më në që kene bllokuar. Ka me kalu që nëse mund të kalojmë kurrë. Banorët kërkojnë që Bashkia e Malsisë së Madhe dhe forcat armatosura të mundësojnë një urë prej Çeliku dhe një investim për ndërtimin e argjinaturës, sepse çdo vit më shumë uji po gryen tokën dhe i afrohet shtëpive të banimit. Inshallah don Zotin na bjen në ura na mojnë nesen. Po ura zgjidh këtë problem. Se gjë tjetër nuk e zgjidh se s'ka çaj ban e grumullon ata zhavor aty, vjen ujë prapë e merr. Zgjidhja është besa më e mirë me mujt me baj urë, se janë ura ushtarake që ajo montohet. E fund t'i ka disa herë me bon se kanë bën. Mira me boj ure, me kalua mas me pas probleme. Shtëpia në Flak janë 60-70 shtëpia familjar. Rruga alternative që përdorin banorët e Flakës dhe Kamicës është e rrezikshme dhe kërkon automjete të larta për të lëvizur, gjë që për banorët është e pamundur. Prezencë ujë ka edhe në fshatin Rëzveshti në Malsinë e Madhe, ku banorët janë të izoluar, pasi edhe atje kalohet vetëm me mjete të larta. Ndërkohë, rruga e Qafthores që lidh Shkodrën me Malsinë e Madhe, si dhe Vermoshi, kanë prezencë dëbore, por automjetet mund të qarkullojnë me zinxhir.